Kjo është shenja që universi po të dërgon. Mos e injoro. Ndonjëherë, universi nuk flet me fjalë. Ai dërgon ndjesi, sinjale dhe njerëz që shfaqen në momentin e duhur. Nëse këto ditë ke ndier mall, qetësi të papritur apo një frym që të prek shpirtin, nuk është rastësi. Kjo është mënyra e universit për të treguar se një ndryshim po afrohet. Disa shenja sot do ndjejnë këtë mesazh shumë qartë, sepse universi po i zgjon për t'i udhëhequr drejt dritës, qartësisë dhe qëllimit të tyre të vërtetë. Nëse po e dëgjon këtë, ndoshta je ti ai që po zgjohet tani. Ujori. Universi po të dërgon një sinjal përmes heshtjes. Prej disa ditësh, ndoshta ndjen nevojën për t'u larguar pak nga shurma, për të dëgjuar veten. Kjo nuk është dobësi, por udhëzimi i shpirtit tënd për t'u lidhur me qëllimin që ke humbur. Në punë, një ide që e ke neglizhuar për shkak të frikës mund të rikthehet dhe të hapë dyrë të mëdha. Në dashuri, ndoshta ndjen se je më i qetë ose më i ftohtë. Kjo është mënyra që universi përdor për të pastruar emocionet e vjetra. Në aspektin financiar, nuk ka pse të shqetësohesh, sepse gjithçka po vendoset. Sot, shenja jote është qetësia që ndjen pa arsye. Mos e injoro, është mesazhi i dritës që po të përgatit për një fillim të ri. Virgjëresha. Universi po të dërgon një sinjal përmes përputhjeve të vogla, fjalë, orë apo njerëz që i shikon papritur. Në pamje të parë duken rastësi, por në thelb janë thirrje për të ndryshuar mënyrën si sheh jetën. Në punë, një rast ose mundësi që e kishe nënvlerësuar, po të afrohet sërish me energji të re. Në dashuri, dikush që se prisje mund të rikthehet, por këtë herë ti je ndryshe, më e qartë, më e ndriçuar. Në financa, po afrohet një frymë e re stabiliteti, por mos haro, gjithçka varet nga mënyra si e percepton energjinë. Nëse ndjen sot se diçka po të shtyn përpara, është universi që po të çon drejt vetbesimit të plotë. Mos e ndal atë ndjesi, ajo është shenja jote. Binjakët. Mesazhi që universi po të dërgon sot është për të ndaluar pak dhe për të dëgjuar. Ke qenë në lëvizje, në mendime dhe në vendime të shpejta, por tani është koha për të reflektuar. Në punë, diçka që e kishe anashkaluar mund të jap frymëzim të ri, një projekt, një ide apo një bashkëpunim që se kishe menduar më. Në dashuri, energjia po ndryshon, nëse dikush po të afrohet sërish, mos e mbyll derën menjëherë. Në aspektin financiar, është koha për të organizuar dhe për t'i parë gjërat me sy të shpirtit, jo të frikës. Nëse sot sheh numra që përsëriten, ëndra të pazakonta apo njerëz që të kujtojnë ndjenja të vjetra, këto janë sinjalet e universit. Mos i injoro, sepse po të udhëheqin drejt transformimit tënd të madh. Gaforja. Universi po të dërgon një sinjal përmes emocioneve. Ndoshta sot ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht ose i mbushur me kujtime. Mos e mendo si dobësi, është mënyra që shpirti yt zgjedh për t'u pastruar. Në punë, mund të marrësh një shenjë për të ndjekur një rrugë tjetër, më të vërtetë me veten. Në dashuri, dikush që e ke dashur thellë po të ndjen ende dhe kjo energji po ndikon tek ti. Në aspektin financiar, mbaje qetësinë, gjërat po vendosen në mënyrën e duhur. Universi të kujton se ndjeshmëria jote është dhuratë, jo mallkim. Nëse sot ndjen diçka që të mbush syt me lot pa arsye, mos u tremb, është shenja e dritës që po prek shpirtin tënd. Peshqit. Universi po të flet përmes ëndrave, shenjave dhe njerëzve që janë rastësisht aty. Je në një periudhë ku intuita jote është shumë e fortë, por edhe e ndjeshme. Në punë, mos injoro idetë që të vinë papritur, sepse mund të jenë udhëzime hyjnore për hapat e ardhshëm. Në dashuri, ndoshta ke ndier një largësi, por kjo po ndodh për të krijuar hapësirë për diçka të re dhe më të thellë. Në financa, mund të marrësh një ndihmë që vjen në momentin perfekt, sikur dikush e ka planifikuar nga lart. Nëse sot ndjen një frym, një fjalë që të preku thellë apo një melodi që të kujtojë diçka, mos e shpërfill. Universi po të dërgon sinjalin për rilindje shpirtërore. Dëgjoje. Besoje. Fillo nga drita. Sot, universi po flet përmes heshtjes, emocioneve dhe përputhjeve të çuditshme. Asgjë nuk është rastësi.
Nëse ke ndjerë mall, qetësi apo shpresë pa arsye, është sepse drita po të zgjon. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e ndjej shenjën që universi më dërgoi sot. Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo video është një sinjal që vjen në kohën e duhur për shpirtin tënd.